pak më shumë për shqegjen, jo vetëm për këngën. Je në klasën e? 7. 7, po njëkohësisht shkon edhe në shkollën e muzikës Prenkjakova. Që sa shkon? Që 5 vjet. Shkon në shkollë për flahut, apo? Flahut. Vetëm për flahut. Në ndërkohë, flahuta është instrumenti i dashur. Unë më di më thanë edhe prindrit që ti e merr me veti kudo, si që ke marrë edhe sot në studio, që do ta kemi mundësinë edhe me ndëgju një performancë me flahut. Tash e 5 vite, ke marrë pjesë me flahut në festivale, në gara, në... Vetëm në koncert që e kom pas. Në koncert? Po. Po. Me thonë, nëse e bëjmë diferencen shek me flahutën edhe këndimin skenë, cilat jep ma shumë emocion? Flahut. Flahuta? Po. Me thonë, e ke ma për zemër këta. Po. Ndërkohë me që me flahutën mirë është që 5 vjetë me muzikë nisë me këndim është fjalla, pak ma vonë. Ke pauzu një kohë, a je të punu në këngë të reja?